Jordan and Friends. Çfarë fati kom që të kom shije. Tani kom shije jo, po ngjitur në krevat. Në krevat. Miri e ka një prej vajzave të tij tashmë. Një nga. Është bërë trend kjo, kapja flok. Jemi shumë shok. Vija ime ti. Për ju që nuk e dini këta po përkëdhelen me njëri tjetrin. Kishe mbabi. Si e pe Prime-in e djeshëm. Prime-in e djeshëm e pash shumë mirë, domethënë shumë pak e kam ndjekur Big Brotherin. Kam ndjekur atë të parin, të dytën sigurisht që ishte hiti suprem i Big Brotherve që ishte edhe Luizi, por ndiqa kryesisht Prime-et. E ndiqa deri në pikën që kishte diskutim të shëndosh dhe pastaj kur fillonte bla 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 bla. e humbja pak atë fokusin. Prime i djeshëm ishte shumë mirë. Tani më bëni një pyetje më specifike për Prime-in e djeshëm. Do të thënë si e pe të gjithë situatën. Ti e njeh Mirin shumë dhe ky sulmi e prisje, domethënë që të fillonte që në Prime-in e parë që jo ti je i martuar, çike këto, pse kështu pse ashtu, a mendon që mund ta penalizoj ky fakt? Pra, ai mund të jetë ndoshta i kufizuar për marrëdhënien që do krijoj me gocat aty vetëm për faktin që ka familjen jashtë apo ka një tjetër status nga çunat e tjerë. Po, nuk, pjesa e afrimitetit ose të lidhurit në Big Brother që në të gjithë Big Brotherat në 4 deri tani shumë pak kanë përfunduar në lidhje serioze. Do të thotë që në disa raste ose tendenca është që në më të shumtën lidhjet kanë tendencën që të jenë për lojë, po jo, është dhe afeksion, mos e dorish gjithkohës me një person aty, por nuk është si thosh dashuri e vërtet që të futesh. Më tepër se sa Miri, domethënë Miri ishte shumë cool, shumë rehat. Unë e kuptoj këtë pjesën, publiku nuk e kupton sepse tha kjo është thjesht si goca ime dhe e mbylli aty, pra nuk e bëri të madhe. Dy të madhe dhe nuk tha fjali që të mbronte veten sepse ishte diçka për atë normale dhe ore pse t'i japim. Po unë do thoja këtë tjetrën, që para se të shkojmë te Miri, sepse Miri ka familjen, Miri domethënë, zgënjeu që në ditën e parë. Po ajo pse i shtrit afër. Dhe jo, kjo është interesante sepse këtu njerëzit presin që në 25 vite, në 30 vite ti mezi të rrshkasësh pak vëlla që hajde ta groposim, hajde ti bijem. Pra material duhet. Shumë në rregull është kjo pjesa. Por ajo që mua më bën përshtypje është që o vëlla, o motor, o shok, o shoqe, po ajo Selin, Selin. Po Selin vëlla, s'mendoj kush për Selin? Një sekondë, ti bim mirë, po Miri nuk ishte vetëm, është Selin. Domethënë nëse jo të godasim Selin, po momenti, dhe asaj. Jo, një sekond, po duhet kemi parasysh që nëse flasim për është dy anshme valla. Miri nuk ishte vetëm, domethënë kjo nuk e bën, duhet mbrojtur nëse është për të mbrojtur, pra po e marrim hipotetikisht që po sulmohet Miri. Po Miri nuk ishte vetëm, ishte me Selinën, pra nuk mundet lihet. Selin nuk ka nevojë, ajo po asaj po i preket qartë. Por jo, domethënë un po them këtë pjesën. Po ti si të duk si veprim? Si e gjykon ti si veprim? Nuk të duk pak too much, e kupton se dikush e shikon nga jashtë thotë, është too much të lesh përkëdhelësh flokët, e kupton. Tani për ty që të duket too much, sapo mi përkëdheli mua flokët. Po pyes pikpamjen e tij, më tha ma bëni si pyetje, unë doja ta bëja. Jepi Elandi. Unë s'kam flokë që përkëdhelen, jam xheloz. Jo, ju falenderoj shumë që bëte gozhdime sepse përkundër se do thoshin, pas skandali, pas kanë furça, jo produksioni, pas kanë ndërhyrë produksioni. Prandaj ju thash, ju lutem lexoni edhe ca mesazhe nga publiku që ti përgjigjemi live atyre këtu. Po fjalia e parë kjo ishte, pra ti edhe i martuar dhe kështu gjëra është. Po. Pra, ideja është në përditshmërinë tonë me dikë që aty afrimitetin ti e krijon shumë shpejt se je shumë afër dhe flet. Edhe si thua ato, unë mbaj mend që ajo hodh për pjet kur ndan krevatet. Çapo ndodhet, çapo bëhet, ishte një zhurmë të madhe. Deri ndërkohë pastaj që ajo bind për Mirin, u ndjeja aq rehatca që të flasin, i dhan konfidenca njëri tjetrit që themi zemra, shpirti etj. Edhe të kalojmë në ndoshta edhe në një prekje që mund të jetë konfidenciale. Jo konfidenciale, sepse aty i monitoruar afeksionet dhe ishte në mes ditës, nuk është se kishte tani më fal. Dhe ta mbaroj dhe tjetra, nëse po kryzojmë Mirin, mos harroni se
Selina. Është dhe Selina aty dhe nuk mundet të kryqëzojnë të dy, pra në fakt të dyve ju sulën. Por unë më falej, unë e pash ta them këtë sepse ashtu e lexova dhe ashtu dua ta ndaj edhe me ata që po na ndjekin. Pra, përgjigjja e Mirit që e kam si vajzën time dhe pastaj vazhduan me të më the të thash, vinte pasi Selin tha që ka moshën e babait tim edhe njërën tjetrën e kështu e kështu. Unë rrezik them që Miri se ka pritur atë se duhet jo vetëm që se ka pritur, por mua më duk super ironi. Domethënë përgjigjja e tij. Po jo vetëm nuk është çështja jam plak, po ideja është unë mendoj që mund të thyë dhe kjo konfidenca që i dha Mirit, ore ç'është kjo mami babi, mëse ishte një moment që nuk ka pse të interpretohet kaq shumë. Sigurisht në prime ajo përkthehet pozitive apo si vëmendje, por do ketë shumë gjëra të tjera që të ndalemi të komentojmë etj. Pra mua thjesht mendoj që ata të dy u gjendën mirë me njëri tjetrin si fillim. Patjetër. Por unë mendoj që jo për këtë situatë, jo për afrimitetin etj. Më shumë ju dogji plani që ai Krevati do shkonte deri në finale. Pra u duk si një aleancë mes të dyve, sesa një aludim nëse mund të kish diçka më tepër. Shumë shpejt. Edhe mua nëse më binte rasti, domethënë, ose momenti që unë të zgjidhja kë do vija në krevat. Nga momenti që ato që në fillim patën një si lloj afeksioni, jo, po njiheshin dhe treguan që ekzistonte një vibe që janë. Edhe ti do i vije të dy? Absolutisht po. Se nga momenti unë do t'i shija që këto të dy njihen dhe po i heq nga ajo që nuk je comfortable, nuk je rehat, këto të dy janë rehat, njihen dhe nuk do më bezdisë që ishe mashkull femër, se në fund ditës loj. Po ato e treguan, pra e dhanë një si vibe me njëri tjetrin. Pastaj atëre long story short, erdhi ajo prekja. Unë do thoja që historia e gjatë e thënë shkurt është që kjo i shërbeu të dyve. Se zjatën 50 minuta. Jo për t'i kryqëzuar, por mendoj që është në favor të tyre. Pra le ta shohim kështu. Që janë komentuar. Si mendon që vazhdimësia se domethënë nuk ma vazhdove. Paka shumë si Skënderbeu me Vrana Kontin, kështu që për këdheleshin. Nuk e vazhdove Land këtë. A mendon që mund ta penalizoj fakti që është që ka familjen jashtë edhe ky sulmi që mund t'i bëhet për afeksionin apo afrimitetin apo miqësitë që mund të krijojë me gocat, jo vetëm me Selinin në këtë rast, po edhe me të gjitha. Jo, se kjo është pjesa jona, në çka kuptimi pjesa jona, pjesë e Mirit, pjesë do thush mos folë jona, po thuaj e Mirit. E juaja se mendoj që është fakti që ne të vëmë shumë në pra ideja është në shumicën e rasteve emri jonë është shumë i madh. Pra kur thuhet side dhe për këtë edhe sulmohemi edhe lavdrohemi. Dhe neve jemi faktor kryesor i dëgjoni me kujdes të hate at first sight. Kemi shumë raste, unë ndoshta ca më tepër se sa Miri, po edhe Miri, edhe ne, që kemi hate at first sight. U ai arroganti, u ai gaztori, që të mos them. U filani dhe në momentin që dikush ulet në tavolinë me neve nuk do të ngrihet më, bëhet mik. Edhe pastaj në shumicën e rasteve na ndodh që 80% 90% thonë, "Ej, kam pasur këto mendime opinion për ty, që ke qenë kështu, ke qenë ashtu, etj." Por nga afër po shoh që është komplet e kundërta. E gjej shumë veten tek. Vuaj të njëjtën sindrom me ty. Pra, njerëzit duhet të njohin nga afër që të heqin mendimin negativ që kanë për mua. Ne nuk marrim përsipër që të bindim komente pozitive, themi, "Po ju lutem, po nuk kemi kështu, mora mana besoni." Jo, neve japim mundësinë kujdo që do të na njohë që shiko. Dhe të vërtetoj që në fundit jeti gabim, se ne jemi në paqe me veten, jemi komod, jemi në paqe me ty. Me veten, unë diçka tjetër di prap pas. Shoot. Di që keni bërë gati ca këngë për t'i lançuar këtë periudhë. Janë bërë ato, po se kur do dali e Zotë e di. Nesër kam një takim me Albanin, urojmë e thash në një intervistë tjetër që nuk e kemi parë këngën si erdhi janari, erdhi Krishtlindjet, erdhi Big Brotheri, do ta bëjmë. Ato janë projekte që nisën, urojmë ti lançojmë, janë projekte shumë të bukura, por kanë marrë kohën e tyre. Sugjerim do të sugjeroja që ti promovoni apo ti nxjerrësh domethënë. E kanë menduar more plani. Në momente që mund të ndodhi diçka në atë. Në primin. Disa kanë ata që bëjnë planin sepse unë kot nuk e pyet as e di këtë gjën. E di që keni gati produkte. Ne janë shumë e vërtet, ju komplimentoj për pyetje, ju komplimentoj për hulumtimet, është e vërtet. Vetëm që unë gjithmonë jam çik më i tërhequr. Dhe pa pasur diçka konkrete, diçka
që është finalizuar sepse nuk janë projekte por nuk janë të finalizuara. Një bashkëpunim mund ta keni gjatë këtij qëndrimi të Mirit në shtëpi më të famshme se i erdhi oferta që dje asaj vajzës së re. Kur dalim unë dhe Lando po ma tha. Do flas me Lando se u kujtuan që nuk e merr dot vet direkt atë lloj vendimi, Ja, është e vërtet, janë disa projekte, urojmë ti finalizojmë me sukses. Do t'i finalizoni se s'ka. Sepse më besoj këtë pjesën. Jo, më besoj këtë pjesën. Nëse do ishin gati, do t'i kishim nxjerr gati, nuk do prisnin për Big Brotherin që të dalin. Por nëse është momenti dhe koha, pa pse jo. Tani cila është pika më e fortë e Mirit dhe cila është dobësia e tij? Atëherë, Miri pikë të dobët ka deklaruar që ka vajzën dhe familjen. 1. Pikat e forta të Mirit janë që Miri është djalë i sakrificës, jo kushdo e bën atë lloj sakrifice. Ka një bagazh dhe mundet të diskutojë gjatë dhe gjerë me të gjithë. Pa e paragjykuar kush s'është, sepse duke qenë që gjatë gjithë kohës jemi të sulmuar etj, ne jemi munduar që mos të bëjmë atë që është në dukje negative, po jemi munduar që ta kthejmë në favor. Pra, nëse dikush nuk të flet, ati vjen natyrshëm që të flas. Dhe mund të flas për artin, mund të flas për sportin, mund të flas ka shumë bagazh. Për filmat, mund të flas pa fund për shumë gjëra. Dhe këtë bagazhin ju dhe neve të gjithë do kemi mundësi ta shikojmë tani. Dhe unë jam shumë kurioz ta shoh sepse nuk e kam parë Mirin asnjëherë në këtë lloj formati. Është një diçka e re edhe për mua. Ke parë diçka që nuk e dije më parë? Për Mirin deri tani, e di që është shumë herët, po. Jo. Me sa kam parë ka folur me të gjithë dhe ka folur në mënyrë natyrale. Pa qenë kështu. Pa ushtirur, po na bie kjo ruleta neve dhe erdhi Lej, po flas me Lejën, si kalove Lej, mirë çfarë bëre, mirë pafshim. Erdhi Niko, çfarë bëre mirë. Pra, ai me çdo që të jetë përballë do gjej një temë diskutimi që të flas. Që ta përfshin bisedë, të përfshihet dhe vet, të diskutojnë, pra të bëjnë një bashk bisedim. Jo të jetë ai që dikush që drejton dhe dikush që i përgjigjet lojës. Dhe dëgjon. Niko. Unë doja të pyesja. Tani, unë Mirin si thashë kam në lagje, po aty po shikoj që ka një karakter pak më lider, pak më kardinal. E kuptoj çfarë thua, po. A mos është kjo gjëja që po e bën pak më në qendër të vëmendjes me Selin, sa aty po shikojmë që edhe me Jodin po ndodhin flerte, dhe me Angelon dhe me Mali, po. Me Malin. Po vetëm këto dy po bien si mos. Është karakteri i tij që është pak më the daddy, edhe s'ka lidhje nga mosha, është saktë. Aty është dhe i liri, po mua nuk më nxjerr fare ajër lideri apo kardinali, ku ta di unë i liri. Po mund të isha i Babaxhani, kupton? Dhe po merr vëmendje vetëm Miri. Miri nuk e bën atë për vëmendje. Miri e bën sepse i tillë është. Po të isha unë aty brenda, ma besoj që unë nuk do isha tipi që do flisja me të gjithë, aq lirshëm etj, aq i hapur ose që të binte në sy. Miri i tillë sepse Miri flet, Miri ka qef diskutojë, të flasin. Pra është një ambient i mbyllur, çdo aty të rish, të shikosh tavanin çmendesh. Normal. Mbyllur mbas 4 mureve, ndërkohë që do ketë dinamika, do ketë polemika, do ketë ngjarje patjetër. Dhe ideja është, jemi këtu, hajde të fillojmë të kalojmë mirë, të njohim njëri tjetrin dhe pastaj të mendojmë për lojën, si e shoh unë. Pra nuk e kam parë që ai në një moment caktuar të jetë të vendosur në një pozitë, ti bëj këtë, ti bëj atë se e di unë. Pra i gjatë gjithë kohës ka qenë diskutim, është ulur, ka folur, nuk ka folur me 1, ka folur me 2, ka folur me 3, kanë folur në grup. Kjo alianca me Selin, a mendon që mund ta penalizojë, sepse me sa kam parë Selin me një pjesë të banorëve ka pak kështu le të themi ngacmime, gricje me Stinen që është mik me Mirin, po ashtu kishte një përplasje ditën e djeshme, mund ta penalizoj kjo, si mendon? Po, në 4 ditë unë kam shumë vështirë të them alianca. Pra, është shumë herët për të thënë alianca. Ajo që unë them për Selin është që Selin është me sa kam parë në 2-3 ditë, mund të them që është vajzë drejt për drejt. Dhe kur e ndjen që ka diçka të padrejtë, e thot dhe reagon. Dhe dje reagoi dhe unë prandaj thash parë që një sekondë se po kryqëzohet Miri, por aty
nuk mundet të ishin të dy. Janë të dy, pra nuk mundet ta anashkalojmë, mos ta përmendim, po ore mos e kaloni cagun më tepër se sa pra nëse mirë e kaloj me unë e kom se gocën time dhe është shumë cool dhe shumë me veten dhe ne e kuptojmë. Pam një reagim që zgjati shumë nga Selin. Edhe o njerëz si mund të thoni këto gjëra për Okej, thoni për mirë se mirë është buri martuar, por këtu jam dhe unë, valla, mos inni balt në mbi mua. Pra, se shumë pra e përjetoj pak keq me çfarë pash. Nuk mendoj se është aleancë, shumë herët për të folur për aleanca. Do futen në ndalen të tjerë, besoj. E vërtetë është. Në mendimin tim është. Po shikoj si aleancë. Por shiko, atëre, Miri diskuton, Stinën po e heqim se për ju thatë një me Stinën bisedon dhe diskuton. Loja do ta tregoj se ku do shkojnë. Ka diskutuar me Lornën, ka diskutuar me Brikenën, ka diskutuar me Kristin, ka diskutuar me Vrenozin. Miri ka folur me të gjithë. Por edhe nuk është tërhequr ose më saktë është tërhequr deri kur ka bërë një fjali, 2 fjali, 3 fjali, po tani unë nuk mund të bëj babysit ty të them ore fol me pahir sa erdha unë. Edhe kjo ndoshta mund duket sikur Miri tash po imponohet dikujt, po jo, Miri është do të flasim edhe do të njohë Miri me të gjithë, unë mendoj se planet bëjnë me njerëzin që kanë në krevat në darkë. Ashtu Niko. Dakor, historia Big Brother na ka treguar. Ashtu Niko, Landi, çfarë do presim të shtunën? Jemi drejt fundit të pjesës së parë. Çfarë mendon se do të ndodhe dhe Po kjo unë jam shumë kurioz sepse kjo dinamika për shembull që sepse ti the që me Stinën nifet por ka pasur tension. Dhe unë jam shumë kurioz ta shoh se si do zhvillohet ngjarja. Pra, ose mos saktore çfarë ndodhi. Sepse jemi edhe në punë dhe pavarësisht aplikacionit që kemi në telefon, po se ndjekim dot aq sa duhet. Dhe nuk e di çfarë do ndodhi deri të shtunën. Miri momenti që ti do flesh kur do flesh dhe Miri, do vi ai moment. E di pra. Ka ardhur, ja ku e ke. Ka ardhur. Në telefon 24/7. Nuk di t'ju them për Prime-in e të shtunës. Por do isha shumë kurioz nëse do kishim një mesazh nga publiku. Nga komentet. Ose edhe nëse ju e keni ndonjë koment tjetër. Hapini komentet. Çfarë kemi aty? Na kanë shkruar të Nikos çfarë shkruar? Janë pozitiv pra njerëzit. Janë pozitiv Landi njerëzit tanë. Deri tani se kanë shkruar. Se zgjojnë në mëngjes me afshin. Të negativi. Do kesh komente, do kesh reagime, do kemi shumë për të folur, ndoshta do vim prapë në këtë studio për diskutuar të tjera rrethana. Por un uroj dhe shpresoj që gjithë këtë eksperiencë ju ta ktheni në mënyrën më të mirë të mundshme, ndoshta të njihni një tjetër dimension të Mirit edhe t'i shërbej për gjithçka që ai ka dëshirë dhe na bëi të përjetojmë emocione shumë të forta, se duke qenë se është fillimi, edhe një pjesë e publikut ndoshta nuk i di këto sakrificat e tij apo gjithë jetën e tij. Shumë sakrificat të jashtëzakonshme për sa i përket këngës. Të gjitha emocionet e bukura që ne do të përjetojmë gjatë këtij rrugtimi, besoj që ti do të jesh aty për ta suportuar dhe për ta mbështetur. Shumë faleminderit Lan që ishe me ne. Faleminderit juve. Shumë suksese për çdo produksion të ri dhe mezi po pres që ti nxjerrni, se e di që i keni super të bukura. Ta bëja një pyetje kështu se merr tani. Shpejt se jemi në fund. Po, te grupi te West Side Family, kush ka qenë gjak se një gjak nxehtë ka qenë gjithmonë? Po un kam pas raste që kam pas shpërthy më tepër, po varet, është në varësi. Varet nga situata. Edhe varet se për çfarë po flasim nga situata. Pra ne kemi qenë 3 karaktere ndryshëm, po ai që insistonte në gjën dhe ai që katalizatori, ai që i lakonte cepat e mbret, ishte Miri, që nuk ishte dorë. Ti mund t'i thoshe diçka, mund të reagonte, ai do gjente momentin se si të vinte jo të ndryshonte mendimin, por të binte që që dëgjoj se ka dhe më tepër se kaq. Rimendoje edhe një herë. Kështu që ne do të shkëputemi tani. Land, faleminderit edhe një herë. Do të dëgjojmë në pjesën e dytë të Pardon. Kemi 2 goca super cool nga Binjakët, kemi shenjat edhe do bëjmë një parashikim se kush do të vazhdoj më gjatë. E mbyllim këtë pjesë të parë.